Zoti Islami, si mendoni me ardhjen e ambasadorit të ri Erik Vend në Shqipëri, a mendoni se do ta frenojë Edi Ramën nga këto veprime që është duke kryer, duke qenë se edhe veprimet e fundit në Zvërnec bien ndesh me procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Shqyr që bien ndesh edhe që nësë na pranon Bashkimi Evropian, për këtë duhen falënderuar këta tanët. Kur mos shkoftë Shqipëria në Bashkimin Evropian, kur ne kurrës. Bashkimi Evropian është vdekje për Shqipërinë, është fshirje e Shqipërisë nga harta e Ballkanit. Mbajini mend se të them ta mbajnë mend djemtë dhe vajzat e tjera që më dëgjojnë, se do dalën këto që them unë. Nga ana tjetër, shpresoj tek generali që ka ardhur, kur nuk e di kur që do vi ambasador i Shteteve Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, dhe fakti që Amerika dërgon një general ambasador, për mua flet shumë. Dhe flet edhe nga ana tjetër që në Ballkan është i vetmi ambasador që ka Amerika në Ballkanin Perëndimor. Të tjerët kanë nga një të ngarkuar me punë. Kështu që kjo mua më jep shpresë që Amerika do zbatojë dhe do bërë në jetë atë dëshirën e madhe dhe atë urdhrin e madh të George Washingtonit, atë punën e pa mohueshme të ish presidentit amerikan Wilson, që mbrojti Shqipërinë nga lukunit dhe nga hajdutët e Londrës e të Parisit e të Berlinit, dhe kam shpresë dhe kam besim tek generali. Kam shpresë te generali dhe besim, sepse diplomatët më të mirë në botë janë generali, janë ushtarakët. Ndërsa diplomatët e karrierës të dalin nga shkollat civile politike të shteteve nuk janë kur patriotë dhe nuk intereson kur për vendin siç e intereson një general. Në këtë aspekt kam plotësisht besim të dashur Zoti të mos e zhgënjehemi. Zoti Islami, si e shpjegoni një deklaratë të Albin Kurtit, i cili theksoi se unë nuk jam nga ata lider të cilët shes tokën atë dhe udhtim, apo t'ia dhuroj dikujt tokën atë dhe udhtim, mund t'i jap diçka nga ta mbaroj domethënë pjesën e deklaratës. Mund t'i jap diçka nga ana ime në mënyrë personale dikujt apo një vendi tjetër, por jo atë që i përket atë dhe udhtim. Dhe tha se ka lider në histori, ka dhe lider aktual, theksoi që duke nënkuptuar në këtë rast Edi Ramën, që nuk e kanë problem që ta shesin dhe ta dhurojnë tokën atë dhe tyre. A ka qenë ky një paralajmërim që Albin Kurti ka bërë kundrejt asaj që po bën Edi Rama? Më pastër dhe më qartë nuk ka ku shkon, dhe unë e falenderoj kryeministrin Albin Kurti. Gjithnjë kam pasur besim tek ai. Ka disa vite që ka bërë këtë deklaratë. Edhe është aktuale, do të jetë aktuale për gjithmonë derisa të qërohet nga pushteti Edi Rama. Por unë nuk e kuptoj më sinqerisht, por pyet veten. Kaq të vdekur jemi ne shqiptarë sa të tallet një şarlatan dhe të mos kemi mundësi ta qërojmë ande nga as. Shqiptarët që qofse nuk janë të zdotë të mbrojnë vendin e tyre dhe të qërojnë një qelbësi nga pushteti. Më mbaj Sali Berisha atje një kërm të ngordhur atje dhe që qelbi gjithë Shqipërinë, sepse janë të lidhur me njëri tjetrin kriminalët dhe politikë. Se këtu në Shqipëri fatkeqësia është krimi në politikë, jo politika në krim. Po Edi Rama u tha shqiptarëve që nuk keni parë asgjë akoma, apo si duket nuk e besuan. Jo, ata që kishin mend në kokë e besuan dhe e dini se do të bënte, dhe sidomos ata që njihnin nga afër. Zoti Islami, kalojmë në një çështje që i përket personit tuaj, sa i përket çështjes së pronave, pra duke mbetur sërish tek kjo problematikë. A mund na shpjegoni cili është konflikti juaj që keni në fshatin Progonat të Tepelenës? Praktikisht, kështu personalisht nuk kam asnjë konflikt me askënd. Dhe s'kam asnjë pronë në Progonat. Duhet i bëj të qartë opinionit publik që unë jam avokat i autorizuar me prokuror të posaçme nga 6 pasardhës të Alush në Kidasit në Progonat. Dhe si tillë kam vajtur në çdo seancë, në çdo çështje, në çdo diskutim që është dashur prezenca e avokatit.
Tani çfarë dos në Progonat? Në Progonat kemi të bëjmë me një fis tribal, tribu të para historikëve, ata që jetojnë për shpella. Dhe këta janë Sokol Guga me vëllezërit e tij. Dhe me një premesa. Dhe me motra e kushëria. Këta janë. Sokol Guga pretendon se i kanë i shprishur një mur rrethues i pronës tia. Në mënyrë të përsëritur i kemi kërkuar dokumentin e pronësisë. Dhe mbasi na e burin dispozicion gjykata dhe prokuroria e Gjirokastrës dokumentin e tij të pronësisë, kërkojmë që ai të vërë kufirin në pronën e tij 300 metra katror ai sa e ka. Mirë po Sokol Guga ka marrë nga klientët e mi 213 metra katror e ka rrethuar me muri, me lef, jo mur, me lef. Dhe atë thotë dua unë, pa pasur asnjë dokument pronësie, pa pasur asnjë dokument tregues, absolutisht asnjë gjë. E kam zënë unë, thotë, e dua unë këtë se kam zënë unë, thotë. Dhe për këtë skalën që pa bërë sa më kanë plagosur mua atje në krye të detyrës, nuk e filmuar, edhe kanë bërë 501 pislëqe nga se që i takon fisit dhe surratit të Sokol Gugës. Arritën dhe më plagosën atje në fshat, dhe unë jam viktime e drejtësisë Gjirokastrës, jo e Gugës, se ata atë dinë të bëjnë. Ndërsa prokuroria dhe drejtoria dhe gjykata e Gjirokastrës kanë përgjegjësi të jashtëzakonshme ligjore, sepse kam 36 denoncime që kam çuar në gjykatën dhe në prokurorinë e Gjirokastrës dhe deri tani nuk u gjykuar asnjë. Kanë arritur deri atje sa prokuror, që vetë prokuror nuk mund të jenë, se e turprojnë emrin e prokurorit, sepse prokurori është përfaqësues i shtetit dhe në këto kushte duhet të jetë figurë e lartë dhe e pastër. Ata turprojnë figurën e prokurorit kur unë i çoj videon dhe i them që jam plagosur në kokë, shikoj, ka marrë dhe raport 9 ditë, shikoj dhe kokën të plagosur me gjak, dhe ai thotë është për çështje fyerje, thotë. Pra, deri këtu ka arritur çështja. Dhe këta, Sokol Gugët me shok, janë të nxitur dhe të ushqyer dhe të mbrojtur nga prokuroria dhe gjykata e Gjirokastrës. Vim tek një tjetër pretendent. Pretendon Arta Hitaj. Pretendon se këta klientët e mi e kanë nxjerrë me forcë nga shtëpia. Nga cila shtëpi e kanë nxjerrë? Si ka thënë askujt se nga cila shtëpi e kanë nxjerrë. Askund dhe në asnjë rast s'ka paraqitur asnjë lloj dokument pronësie. Erdhi para një jave në Progonat një grup xhirimi i një kanali investigues të cilin shqiptarët e kanë parë të tërë, dhe thotë keni nxjerrë nga shtëpia thotë 3 jetime, thotë. Të vinë kush të dojë, unë ftoj gjithë kanalet, të vemi në Progonat, të vëmë letrat tavolin, edhe si të dalë e vërteta. Por nuk bëjnë këto pislëqet me krahamari. Në këtë rast, cila është e vërteta në këtë rast? E vërteta është kjo, zotëri, që ajo zonja dhe 2 motrat e saj që pretendojnë se janë nxjerrë nga shtëpia gënjen, mashtron opinionin publik. Ajo ka 3 shtëpi. Ka 3 shtëpi, zotëri. Një kanë Progonat, një kanë Lekdush, se nga Lekdushi ishte edhe burrina deka, dhe një shtëpi tjetër nuk e di, se e di që ka 3. Motra e saj Beleria ka shtëpinë me Maliaj, ka 34 vjet në atë shtëpi. Çfarë ndodh? Meqense nënën e tyre, këta zotë të shtëpisë, pas trashëgimtar klientët e mi, trashëgimtarët e Aludacit, e sprehuan në vitet 89, sipas këta e rregulluar shtëpinë, bën një shtesë në fakt, se shtëpia është e vitit 1927, nuk është dërtuar shtëpi e re, dhe atë këtu mashtrohet. Kjo Arta si një mashtruese profesioniste, që është e paqrasueshme, nuk ka mashtruese si ajo, dhe vërtet edhe ulëret dhe thotë na nxorën nga shtëpia. Jo zotëri, se ka nxjerrë njëri nga shtëpia. Shtëpinë këta e lanë për njerëzillëk, për edukat dhe për bamirësi
të rinte të vdiste në shtëpi nëna e saj, Aisha Dacia. Mbasi vdiqja e Aishea, shtëpia do të kthehej Zotëve natyrisht. Jo vajzave të saj të martuara që janë gjyshe sot. Dhe pa turpsisht thonë, nxorën 3 jetime jashtë nga shtëpia. Këtë paturpsi e ka edhe e bia e Ismail Gugës, që është dhe oficere, zonja Olimbi, është oficere në kolonele, dhe papi Turpi kanë videon e saj, po të doni mund të dërgoj të transmetoni, që thotë jo keni nxjerrë 3 jetime nga shtëpia. Megjithatë, edhe kështu sikur t'jenë, me avokatin çfarë ka? Avokati çfarë ka prekur me dorë? Të më thonë kur kanë prekur një guriç këtë vockët. Se unë nuk bie në atë hile, në atë kurs, që të jap mundësinë të thonë çfarë të duan. Unë kam kryer detyrën time si avokat dhe e kam kryer në mënyrë perfekte. Dhe kur kush nuk ka drejtë të më kërkoj llogari. A ka i përpjekje për ta zgjidhur njerëzisht një çështje të tillë dhe a ekziston mundësia që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë njerëzore, në mënyrë që të ulen edhe tensionet në këtë rast? Shiko, trajton problemin në mungesë të dijenisë që s'ke fajtje për atë punë, dhe thua a ka mundësi të zgjidhet njerëzisht. Njerëzisht zgjidhet kështu. Këta klientë e mi të japin shtëpinë atyre dhe jemi në rregull, ja kjo është zgjidhja njerëzore. Por do të kanë shtëpi të trashëguar nga gjyshi i tyre, ish kapiteni pari Kozovut dhe Kedaci, emrin e cilit e kanë në qendër të fshatit të Progonat, si një person adëtar që ka marrë pjesë në kryerjen në luftën e 1920-s, se ka qenë oficer dhe që ka vdekur në burgjet e fashizmit këtu në Tiranë. Pra, shtëpia është e atyre dhe tani mund t'japin një cop letër që është pronë tyre. Po që lana i shenë atje të vdise në shtëpi dhe të mos